Fillon aksioni për qendrim falas të fëmijëve të sëmur, prindër të vetëm dhe familje të varfëra në disa nga vendet turistike dhe pushimore nëpër Maqedoni. Në Facebook është formuar një grup Qendrim falas Maqedoni, e cila duhet të stimulojë pronarët e apartamenteve dhe vikend shtëpive të ofrojnë qendrim falas në një periudhë të caktuar të verës fëmijëve të sëmur, prindërve të vetëm dhe familjeve të varfëra, që nuk mund t'i alojnë vetes pushimet. VMRO DPMN-ja e keq përdor odën e mjekëve dhe propozimi ligjin për veprimtarinë mjekësore, të cilin e parashtruan, është jo i plot, u prononcua Oda e Mjekëve të Maqedonisë në lidhje me ligjin të cilin tani e propozon VMRO DPMN-ja. Ato pretendojnë se propozimi i VMRO DPMN-s është identik me propozim ligjin për veprimtarinë mjekësore të përgatitur prej më shumë se 2 vitesh në Odën e Mjekëve të Maqedonisë nga ana e një komisioni special të deleguar. Nobelisti kines Liu Xiaobo është liruar nga burgi pasi është diagnostifikuar me kancer të ëmbëlsisë, njoftoi avokati i tij Mo Xiaoping. Luftëtarit 61 vjeçar për demokraci kanë mbetur edhe 3 vite burg nga burgimi 11 vjeçar. Ai është i burgosuri më i njohur politik në Kinë. Është dënuar në vitin 2009 për pjesëmarrjen e aktivitetet për rrezimin e pushtetit. Në vitin 2010 e ka fituar çmimin Nobel për paqe.